Një bunker i cili ka merituar një kopertinë të National Geographic, ka merituar një reportazh gjatë dhe më pas është bërë objekti vëmendjes disa prej televizioneve më të famshëm të botës. Sot është atraksion turistik. Po çfarë lidhje ka ky bunker në gadishullin e Linit me një pamje spektakolare mbi të gjithë zonën, po vi këtu më sipër për ta treguar, shiheni se çfarë pamje e jashtëzakonshme është e gadishullit Linit dhe e liqenit. Pamja e liqenit poshtë është të jetë transparente dhe është një nga pikat më të bukura, mjafton të shohësh nga të gjitha drejtimet se sa e bukur është. Keni parasysh që gjithë pjesa përballë është pjesë e Maqedonisë sotme ose ish Jugosllavisë dikurshme. Në mos gaboj, këtu jemi në Strug, këtu jemi në Ohër, këtu përballë janë një sër fshatrash, pika e kufirit mes Shqipërisë dhe Maqedonisë ose Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë është në atë drejtim. Ky gadishull dhe eksaktësisht ky vend këtu ka një dominim të jashtëzakonshëm mbi liqenin e Pogradecit. Ishte vendosur për të ruajtur lëvizjen e, po e quaj, anijeve ushtarake jugoslave, ishte i vendosur për të mbrojtur në avans Drilonin, ku pushonte për 3 muajt e verës Enver Hoxha me familjen e tij dhe konsiderohej një nga vendet më të kontrolluara të gjithë Shqipërisë, pra të kufirit shqiptar, dhe njëkohësisht për të parë njerëzit që mund të tentonin të arratiseshin nga Shqipëria drejt Jugosllavisë. Shumë veta janë arratisur, shumë tjerë janë kapur, shumë tjerë janë vrarë në liqenin e Pogradecit. Por i kthehem tek historia famshme e bunkerit. Në këtë vend, eksaktësisht në këtë vend ku sot është ky bunker, që sikur se thash ka tërhequr vëmendjen e mediave botërore, ishte një kisha e Shënkollit, një kishë e vogël e shekullit 19, një prej kishave të zonës së Linit, që si thon specialistët është zona me më shumë kisha në Pogradec. Është në pikën më dominuese dhe padyshim ishte një prej pikave falënderuese që besimtarët i bënin për shenjtët e tyre. Ishte kisha e Shënkollit. Por në vitin 1967, mbas fjalimit famshëm të 6 shkurtit të vitit 1967 të Enver Hoxhës, Shqipëria nisi një proces për të kthyer në vendin e parë ateist të botës. Të gjitha kishat dhe xhamit u mbyllën. Madje në kushtetutën e vitit 1976 u sankcionua zyrtarisht që Shqipëria ishte një vend ateist. Neni 4 i Kushtetutës Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë e përcaktonte Shqipërinë si vend ateist. Ishte i vetmi vend ateist i globit. Por që prej vitit 67, pra pa u bërë ende Kushtetuta e 76-s, shumë prej vendeve të besimeve fetare u shembën, disa tjera u kthyen në kinema, u kthyen në qendra kulturore, në reparte ushtarake, në depo bujqësore e tjerë. Kisha e Shënkollit, kisha e vogël e Shënkollit, një nga vendet më të bukura, por dhe më të mbrojtura të Shqipërisë, u hodh në erë. Tani nuk i di rrethana se si është hedhur në erë, çfarë ka ndodhur, por në vend të saj u vendos të ndërtohej një bunker. Ky bunker që është sot këtu, i cili është eksaktësisht i vendosur mbi kishën e Shënkollit. Bunkeri qëndroi bashku me rojet e tij që prej vitit 1967-68, ndoshta kur është ndërtuar, deri në vitin 1991. Në vitin 1991 ruajtësit e kufirit u larguan, kufiri nuk kishte më atë mitin e dikurshëm dhe banorët e fshatit u rikthyen në kishën e tyre të Shënkollit për të rikthyer pra kultin e shenjtorit. Ata vendosën të hedhin në erë këtë bunker dhe në vend të tij të rindërtojnë kishën e Shënkollit. Por hedhja në erë e bunkerit rezultoi e vështirë. Shihni hekurat e përdorur, unë nuk e di si i kanë sjellë tu, me siguri i kanë sjellë me mushka, sepse nuk ka pasur rrugë automobilistike për të ardhur, mund të jenë derdhur betoni në vend, por shëmbja e këtij bunkeri ishte e vështirë. Me sa duket, dikush nga banorët e zonës, sot s'di ta thot njeri kush, po ndoshta në fshat mund të pyesim, vendosi që bunkeri të mbetej bunker, po kisha të ndërtohej brenda tij. Dhe çfarë bëri? Brenda tij u vendosën ikonat e shenjtorëve, u vendos vendi ku ndizen qirit dhe njëkohësisht pra që ti ndes për dikë, për vete pra në respekt të shenjtorëve dhe njëkohësisht të ruaj edhe pika, edhe mekanizmi ku vendosej mitrolozi ose Kallashnikovi, i cili synonte të ruante këtë pjesë të Bregdetit. Unë po hy tani në këtë kishë, e cila është në këtë bunker në fakt, që është dhe kish, që është i vetmi bunker kish në glob.
këtë e thot National Geographic, nuk e them unë, ose është e vetmja kish bunker në historinë e globit. Shive sa është trashësia e bunkerit, për të hyrë brenda duhet të përkulesh se nuk është e kollajshme. Jam këtu tani. Hyra brenda bunkerit, shiheni, rreth e rrotull janë pamjet e shenjtorëve, të gjitha, edhe sipër. Kjo është pjesa e kupolës së kishës, të gjithë shenjtorët të vendosur aty. Është pjesa ku ndizen qirinjt, është një fshes për ta pastruar kishën. Shiheni të gjitha fotot e ikonat e shenjtorëve të vendosura për gjatë mureve. Kjo madje e pikturuar mbi një tjegull. Dhe edhe pjesa e tymit. Dhe këtu është mekanizmi i cili ishte mekanizmi i mitrolozit. Shiheni, mbi këtë mbështetej mitrolozi. Kjo është vendi ku vendosej gryka e tij. Dhe për këtej, kjo është pamja e gjithë liqenit që duket nga gryka e zjarrit. Kjo ishte gryka e zjarrit. Shiheni, aty është një hekur që s'm lejon, por shiheni pamjen e liqenit në të gjitha anët, dhe kjo ishte gryka e zjarrit. E kanë ruajtur banorët këtë grykë zjarri, madje kanë vendosur qiri dhe në këtë pjesë të saj dhe vazhdojnë ta frekuentojnë si një prej kishave më të rralla që mund të gjesh në të gjithë globin. Dhe thash, këtë nuk e them unë, këtë e thot National Geographic. Unë do dal tani nga kisha bunker, kisha më e rrallë që mund të gjesh ndoshta në të gjithë botën, si për t'ju përkulur duhet dalësh i përkulur nga kisha, dhe këtu del në një prej pamjeve më të rralla. Siç thon specialistët e zonës, kjo mbetet sot një nga zonat më të vizituara për turist, sepse është e rrallë që të jesh në një kish bunker. Tani për respekt të kish, domethënë, po t'ishte për bunkerin do kisha hipur këtu sipër. Për respekt të kishës nuk mund gjitem mbi çatinë e saj, kështu që po e kursej, por kjo ishte pamja që del. Pra ja dhe gryka e zjarrit që shihni dhe pamja e gjithë liqenit. Kjo është gryka e zjarrit e kishës. Dhe rreth e rrotull mund të shihni gryka e zjarrit, pamja e brendshme e kishës, dhe rreth e rrotull mund të shihni një prej pamjeve më të bukura, 360 gradë të liqenit të Pogradecit. Jam në majën e Gadishullit, eksaktësisht tu mbi një humner prej ndoshta 70-80 metrash, me këtë pamje 360 gradë të liqenit të Pogradecit. Një prej mrekullive të Shqipërisë dhe njëkohësisht vendbanimit më të vjetër liqenor në Europë të certifikuar. Nga liqeni Pogradecit dhe nga bunkeri Kish.